Pleqëri vjen me kusure me autor Odise Plakun, ishte shfaqja e radhës që u interpretua në skenën e teatrit Bylis në Fier. Margarita, një grua në moshë që jeton vetëm me të shoqin, është mishërimi i gruas që kujdeset për të tjerët deri në vetmohim, ndaj shqetësimet e çiftit, gëzimet, xhelozit, madje të fshehta dhe intrigat, në të cilat përfshihet edhe fqinja e tyre, mbajtën të mbërthyer spektatorin deri në katarës. Kënaqësi dhe emocione pafund të marra nga publiku. E kam shijuar shumë. Personazhi i femrës vetmohuese shqiptare, ajo që kujdeset gjithmonë për të tjerët, edhe për më tepër, merret me komshin edhe me të shoqin, e ku ka më bukur. Ishte një pjesë paksa specifike për sa i përket edhe pensionistëve. Edhe them se paralelisht mos vinin vetëm pensionistë, por jo çuditërisht sa ishim me të gjitha moshat, të paktën edhe mesazhet që ne shpërndajmë nëpërmjet veprës është edhe për të rinjt. Autori komedisë Odise Plaku dhe regjisorja e shfaqjes Elona Thomaraj rrëfejnë përgjegjësitë që solli shfaqja Pleqëri vjen me kusure. Kjo moshë ka problematikat e saj të cilat unë i kam trajtuar në krimtarinë time dramatike, por këtë herë e kam parë në një kënd vështrim tjetër, pra në formën e komikes, ku në zgjerim zbulojmë problematikën e sotme me të cilën përballet pikërisht mosha e tretë. Të bësh të dy ambiente pamure në fakt ishte e vështirë dhe neve, siç e pat, paralelisht kishim dy jetë në dy apartamente të ndryshme, por që këto nuk duhet të përplaseshin me njëra tjetrën, por të harmonizoheshin dhe të bëheshin pjesë e njëra tjetrës. Kjo ishte risi. Pleqëri vjen me kusure ishte një thirrje e fortë për më shumë përkujdes ndaj të moshuarve, me gjithë vështirësinë dhe dinamikën e përditshmërisë.